The Age, New York. Do ngjitemi tani, do shohim dhe lartësinë sa është. Këtu jemi mbi 289 kolona, që çfarë pamje. Për të shkuar drejt ashensorit. Wow. Vazhdoka e njëjta situatë. Shohim ku po shkojmë. Hudson Yard. Vazhdojmë akoma. Jemi pjesën e ndërgjegjësimit Fresh Air, flet për ndërtimin e parkut në Hudson Yard. Oh, the amazing gathering experience continues here. U hap vet. Vazhdojmë sipër për po kjo duhet hapet këtë anë. Please wait here for elevator. Duhet presim pak për ashensorin. Vazhdojmë tani. Ky është ashensori. Duhet hipim në 335 metra lartësi me një platformë të madhe, 25 metra konsol që del mbi qytet dhe me dyshemet xhami poshtë, ku ti duket sikur ecën në ajër. 335 metra lartësi, imagjinoni. Tani duhet mbushet ashensori plot, edhe kur të dalim, fillojmë prapë. Kjo është pamja që do kemi nga sipër. Tregon se do ta shohim qytetin. Çfarë mrekullia. Kryevepër. Në katin e 100. Jemi në katin e 100. Tani dalim ashtu. Hello. Edhe kjo është pjesa e observatorit. Është pamja 360 gradë e Manhattanit. Këtu është pjesa e Hudsonit, pra pjesa e Manhattanit përballë New Jerseyt. Po vazhdoj në këtë pjesë që është pjesa, mund të kaloj këtej t'ju tregoj kullat, ish vendin e kullave binjake, dhe pastaj ngjitemi më sipër për të parë The Age. Kjo është pjesa me terracën. Këtu mund të shihni lumin Hudson ose detin. Dhe tutje fare është Liberty One, pra. Vazhdoj në këtë drejtim. Çfarë pamje që ka. Këtu është pjesa që del në terracë, në fakt. Në anën tjetër mund të shikoj edhe pamjen e Manhattanit para se dalim terracë, po ta provojmë mirë këtu. $335 metra lartësi, 25 metra e dal konsola. Kjo është pamja e pjesës së downtownit me pamjen e kullës që u ndërtua në vend të kullave binjake, ajo me pjesën e lartë të antenës mbi të. Që çfarë pamje ka, kjo është pjesa e vjetër e Manhattanit, ndërsa këtu jemi eksaktësisht mbi Hudson Yard, i cili është në këtë drejtim këtej, po nuk duket. Vazhdojmë drejt pjesës më tunduese. Pjesa më tunduese është kjo këtu, ku është pasqyra e xhamit, dhe ty të duket sikur ecën mbi xham. Të duket sikur ecën mbi qytet. Jo, unë kam frikë këtu. O zot. O zot, duhet heci. Kam vërtet frikë. Po e mbaj kokën lart, mos shoh poshtë.
Au, çfarë të merri? Oh, jo. Ja kalova, ndërkohë, këtu është pamja tjetër e Manhattanit. Keni nga pamjet më magjepse Manhattanit. Me të gjitha kullat e reja të ndërtuara në zonën, këtu jemi afërsisht në 30 e ca rrugë. Këtu është Empire State Building, godina më e lartë në botë për shumë vite, e cila më duket është kaluar tashmë në Manhattan, por nuk jam shumë i sigurt. Ndërkohë që në këtë drejtimin këtej jemi duke ecur, duhet eci mes njerëzve, çfarë atmosfere. Jemi duke ecur në një nga zonat më popullore të Manhattanit. Këtu jemi afërsisht në Midtown, ndërsa ajo atje është kulla më e hollë me apartamentin më të vogël në majën e saj. Shifeni ku është e gjitha mbi Central Park. Këtej kalojmë sërish në pjesën e Hudsonit, Hudson River, ndërsa në këtë drejtim këtu eksakt, në fakt është Brooklyn Bridge, një nga urat më të famshme të Amerikës, ja ku është, Brooklyn Bridge atje e ndërtuar shumë kohë më parë. Brooklyn Bridge, një prej mrekullive të inxhinierisë amerikane. Edhe këtej po vazhdoj në pjesën tjetër, do futem dhe njerë brënda. Pjesa më interesante është e xhamit, do kthehemi dhe aty sërish. Sipër është restorant. Ndërkohë, shiheni këtu pak pamjen. Shiheni çfarë pamje ka. Kjo ke një pamje 360 gradë Manhattanit. Besoj që këtu mund të shohim dhe detin. Futem pak brenda. Pjesa ku bëhen fotografi. Këndi më i veçantë i Manhattanit. Shiheni. I bje për fotografi këtu. Pamja është spektakolare. Shifeni, vazhdojmë në këtë drejtim. 360 gradë pamje, po mundohem të shkoj dhe një herë në pjesën e jashtme, ku ishte pjesa me xham. Është plot shumë bukur. Është një nga atraksionet kryesore. Në disa raste bëjnë dhe ngjitjen më të lartë në botë, në katin e mësipërm, për të çuar me një platformë që ngrihet në qiell. Shkoj edhe një herë tek pjesa e xhamit. Tash njerëzit rrinë të shtrirë nga sikleti. Shiheni se si janë, si shtrien nga frika, e pamis, o, zot, kam frikë të eci. Këtu është merri, do eci prap me kokën lartë, se nuk më mban. Pritë se mos i prishim fotografit, dhe koka lartë, kjo është e tmerrshme, 335 metra lartësi duke ecur, 27 metra të larguar me konsol nga pjesa e atjeshme në një nga zonat më të bukura të New Yorkut. Tani më zuri të merri duke parë njerëzit, të shtrihem dhe unë njerë pa vësë më mban. Nuk më mban, duhet të... Age New York, shiheni çfarë lartësie. Then we sit over here.